dallon shumë prej fëmirisë tënde, edhe timen aty që kemi përjetu gjona të rënda. Po, a ka gjona ose elemente që ti sot, kur ja shef fëmirin Ninës, për cilën edhe ti, edhe bashkëshorti japni gjithçka që ajo me qenë e lumtun edhe mu eduku që shduhet. A ka na element që prej fëminisë të yllkës kishe pas qef me përjetu Nina, pra në mënyrën e rritjes, edhe të qësaj që ti thejëm shumë e fatë që një me prind pa punë, rrethonat vështira, kujton gjithçka edhe periudhën e luftës, ama që ajo harmonia në shpe e ka vlerën e vetë. Po. Veç për të kallëzoj mas pare, që shumë, tepër po më pëlqejnë pyetjet, po edhe shumë po më shten, se para mendoja që kena me full që ka thellë, po më pëlqen shumë, se është bisedë tepër e sinqertë. Kështu që të falenderoj. Falenderoj ti. Po, ka. Nina është bekimi ma i madh në jetë. Edhe natyrisht besoj që për çdo prind, fëmia është edhe bekim, po edhe sprov. Do me thonë se fëmijët na i falë Zoti, vinë prej Zotit përmes nesh, po që sa investojmë në anta, sa ju japim dashni, sa i edukojmë, mundemi edhe me dështu, e mundemi edhe me pas sukses. Edhe mandej mas një kohë, dikur ndoshta edhe nuk kemi shumë ndikeme, mandej mas një kohë kur ata rriten e pjeken, na e din vlerën edhe ma shumë, ndoshta edhe na kuptojnë e na i falin edhe gabimet që na pa dashje ose pa qëllim mundemi me i ba në raport me ta. Qa kisha pas qef prej fëminis tem për Ninën, sikur ta kish përjetu, është me pas edhe një motër ose një vlla. Qëta kisha pas qef, se menoj që motrat edhe vllaznit janë pasuni e jashtëzakonshme, edhe janë trashëgimi që na i lajnë prind, edhe kur janë raportet e shnosha, kur ka dashni, kur ka respekt, s'ka ma knaqësi. Unë kur vi këtu, ka kush më pret, ka kush gëzohet, ka kush më thirë, jo veç këtu edhe atje, po këtu posaçërisht veni merr tjetër kuptim, pse i kam 2 motra në Prishtinë, vllaun, nanën, e kam edhe një motër në Shkup, po kur bëhemi bashkë është një farë përmbushje shpirtënore. E kjo është çam jetë marak. Për ndryshe, për të tjerat, pa dash me tinglu jo modeste, se sigurisht besoj që ndoshta pa vedi ose pa dashje në rrugtimin tim deri tanishëm si nan, boj edhe unë gabime, se s'ka njerëz të pagabushëm. Po mendoj që Nina është një fëmijë që rrit me shumë dashni dhe vazhdon me u rrit me shumë dashni, ka një personalitet allegro, po pak ma të tërhekur, është pak ma si Albi.